Si e ka trajtuar baton Edi Rama deri tani sipas jush në këndvështrimin tuaj këto protesta? Ka situatën në kontroll apo jo? Unë mendoj që Partia Socialiste ka gabuar me turin e vetë, ka gabuar seriozisht, me turin e vetë në për bashki, në festen për 35 vjetorin. Është dhe nesër që do jetu festa? Edhe nesër, kur do që tjetë. Unë po flasë për modelin. Modeli është se një vend, kur e ka një parti politike të fortë dhe ka pushteti. Pushteti flet me veprimet e saja. Dhe nuk i kthehet kujtesës. Kujtesës për një kohë gjatë ju ka kthy Berisha. Dhe unë nuk kam prit që Partia Socialiste ta ndërtoj rrëfimin përmes kujtesës. Dhe problemi i dytë është që kjo kujtesë po ndodh në një moment kur njerëzit janë në rrugë. Dhe njerëzit janë në rrugë e dojnë një gjuhë tjetër, edhe një komunikim tjetër. Dikur baton... Vetëm ta shërë më shumë i matja këtë. Une, thotë Paustovski, kur njeriu s'ka mëse të zbukuroj jetën, zhytet në kujtime. Sot kam veç mendimin tem, nuk më vyn mendimi as citati, as një. Une kur vin studio me dasht me citu, jam kogja i lexuar. Nuk po të themi. Po kur hiç nuk citoj, kërkon se une mendoj me shpreh mendimin tim për çdo situatë. Me ki fole për kujtesën. Po, dhe kujtesa realisht është problem dhe është arrogancë e Partisë Socialiste në këtë moment. Dhe nuk e pranoj këtë model dhe nuk pin jo. Spaku një pjesë e njerëzve të cilët kanë pas një farë atitude publike, edhe për zhvillimin, edhe për mënyrën se si ju kanë qasë kulturës, edhe për mënyrën se si ju kanë qasë muzeve, edhe për mënyrën që e kanë bot turizmin dhe e kanë afirmu turizmin, dhe të ke fundit e kanë dërtu rrëfimin me bashkësinë ndërkombëtare. Do me thonë, të gjitha këto pika, dhe tash brenda gjitha këtyre, normalisht që ka arrogancë, normalisht që ka probleme serioze, normalisht që ka korrupsion, pra arsye se janë 14 vjetë në pushtet. Dhe une kom prit nga Klosi, nga Edi Rama, që rrëfimin ta bëjmë përmes pushtetit, që janë pushtet. Qamë vynë mu rrëfimi përmes Partisë Socialiste? Kjo. E dyta që desha me thëmë për protestet. Na i në ardhë sot me pa, ose me analizu këta njerëz këtu pse janë. Dhe na po flasim edhe Gjinishi e ndërtoj një rrëfim i cili realisht prape ka një kujtesë. Jemi këtu. Pse janë këta njerëz këtu? Kjo është ngjarja. Dhe kjo është ngjarja. Gjinishi renditi arsye. Jo, dhe kjo është ngjarja. Edhe unë polemika e parë që desha ta bëj, këtë desha ta bëj me preqë. Fillimi, Zvërneci, njerëzit aty nuk janë për Zvërnecin, si që nuk kanë qenë njerëzit në Beograd për skandalin ose shembjen e stacionit të trenit. Si që nuk kanë qenë edhe për shumë protesta, se nuk dihet për çka fillon protesta. Esenca është kur shpirti gjithë të njerëzve qa paraqesin në publik dhe cili është rrëfimi i tyre për këtë prezencë heterogjene. Tash më mundohem preqit të parit, i thëmë. Preq. Shqipëria është eksperiment social kunder Trumpit. Kjo është e para. Dhe unë i kam pa eksponentet e Partisë Demokratike të Amerikës, të cilët o e kanë hidhërimin me Edi Ramën, o donë të kthejnë betejen përmes këti marshi të gjithë këtyre njerëzve kunder ati njeriu që sot ka me kate të jashtëzakonshme. Dhe këta njerëz të cilët janë në rrugë, janë produkt i kësaj ideje. Dhe shikojni, kur po flasë për produktin e kësaj ideje, shikoni mediat se si e përcjellin. Prej ditës parë, CNN, vetëm për ata që i njohin mediat, CNN, Guardian, New York Times, Washington Posti nuk është këtu, pra arsye se nuk është më ai Washington Posti dikush. është vetëm formalisht. Dhe këto media realisht janë anti-Trump. Anti-Trump. Zvërneci është katuni me plot plehra atje, të cilët s'kujdesës ta shkush për të. Dhe është vetëm një emër e cila simbolizon pse kjo protest ka nisë dhe ka qenë politike.
Dhe politike ku thehen ato pikat të cilat të në thash në fillim. Ivanka Trump është emën dhe Kushner është emën që e vetmja mënyrë për me bo një marrë shtil është me tërheq vëmendje ndërkombëtare kundër një njeri që konsideron veten perandor. Dhe unë kam qenë në protest aty. I kam parë rrëfimet e njerëzve, i kam dëgju, i kam marrë shënimet. Dhe protesta heterogjene pastaj kalon në një fazë tjetër. Fazën e dhimbjes që këta njerëz e kanë për shkak se nuk janë të përfaqësuar. Kjo është replika me Musës, po e kuptoj. Po ti the këta njerëz janë nuk ka ndërhyrje nga jashtë, nuk ka rrëfim nga jashtë. Jo, thash që Jo, s'ke që më thunet, unë ta japa shembullin. Njeriu i parë, kur kam qenë 1000 vetë në... S'kam ligju asë një duke folë kundër Trumpit aty, e kini shpik ju këtë. Ka? Ore i dëgjoj fjallin, asë e ka zënë kush ngohë. A bon regjia mja të regu preqit? A bon regjia t'ja qojnë e preqit? Batoni tha tjetër gjë. Jo, lem t'ja shpjegoj. Batoni po thotë që këtu në këtë lokalitet po zhvillohet një luftë kundër Trumpit. Jo këta. Unë nuk... Bota. Nuk e fusë fare Trumpin këtë histori. Është këtis. Nuk e fusë unë fare këtë histori. A bon të ludëm vetëm pak, a mundët të regjia... Po nuk mund të këthejmë brapë tani se po punojnë... Jo, vetëm desha t'ja thëmë. Nëse preqi është... O pres, unë të ndëgjova. Preqi ka memorje... Ti e dëgjove po abuzove. Se? Se pyetja tema që hapi zoti Rakipi ishte si po sillet Rama ndaj... Ja tash. Ti e the mendimin për këtë dhe hape një temë për qefin tënd. Interesante shumë është dhe kjo, po ti marrin temat me radhë se... Ja thasha mendova se si u sill. Jo, më fal. Une ta dhash mendimin se si u sill Edi Rama dhe Partia Socialiste me turin e vet. Qa të thëmë ma shumë? Po pra... Qa të deshte me thonën e ma shumë? Do bëjnë e të gjithve për atë që hapi... Jo, ama me thonë që këto protesta nuk janë ndikume. Kur njeriu i cili, kur në shesh kanë qenë vetëm 1000 vetë në ditën e parë, edhe ditën e dytë. Njeriu që ka dalë nga shesh i Tiranës, që ka emrin Fred Abrahams, dhe flet se si do të mbushet ky shesh, e Fred Abrahamsi, për ata që nuk e din, për shikus, e Fred që ti e din, Fred Abrahamsi është pararoja e demokratëve dhe njeriu i cili nuk është kundërshtar, është urrejtësi, një prej urrejtësve më të madh të familjes Trump. Dhe a di ku është ai? Ai është në Tiranë. Ai është në Tiranë. Se Fred Abrahamsi tani këtu është. Dhe s'dia ka taku ty Fred Abrahamsi. Po mirë. Nuk e kam taku fare. Që media ndërkombëtare, media është media ndjek një protest, një ngjarje që përshtatet me linjën e vet editoriale, këtu s'ka asnjë sekret.